Porosi të profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. O Ali, ai që nuk e shkruan testamentin e tij para vdekjes së tij, ka personalitet të mangët dhe nuk ka shefat për atë. 67. O Ali, Allahu e pëlqen gënjeshtrën kur është fjala për të pajtuar njerëzit dhe e urren atë kur me anë të saj shkatërrohen, prishen lidhjet familjare dhe shoqërore. 68. O Ali, kush e ledhaton kokën e një jetimi nga mëshira për të, Allahu i madhërisëm do t'i jap për çdo qime floku një dritë në ditën e Kiametit. 69. O Ali, e drejta e fëmijës ndaj babait të tij është që t'i varros një emër të mirë, ta edukoj mirë dhe ta vendos në një vend të denjë në jetë, ndërsa e drejta e babait ndaj fëmijës së tij është që të mos e therras me emrin e tij, të mos ecë përpara tij, të mos ulet përballë tij dhe të mos hyjë me të në banjë, hamam. 70. O Ali, ai që nuk e pranon ndjesën nga agresori, qoftë i vërtet apo gënjeshtar, nuk do ta arrijë shefati im.